që Edi Rama është lapangjoz dhe shet Shqipërinë kjo dihet. Me ndërkombëtarët qesh dhe buzëqesh dhe thikën pas kurizit shqiptarë ju angjesh. Do të ndërtohen në 3 qytete 20 qendra për azil kërkuesit, të cilët sigurisht Europa gëzohet. Dhe ky ja merr pas për ca foto, për ca lajka, për ca batuta, për të gënjur ata pensionistët që e votojnë dhe patronazhistët që ulërasin krenar. Dhe si tha për azileve, mos guxoj njeri ta të merret me ta se janë shumë të rrezikshëm. A ka më kërcenim? Dhe fëmijëve, çfarë ju tha në plazh? Më shikoni mua si kam qenë nudo. Ky ishte premtimi i tij për fushatën elektorale në mandatin e 4. Më shikoni mua nudo. Dhe kështu e ka katandisur Shqipërinë nudo, e do vinë tani qytetarët e botës së tretë, sepse Europa më nuk i pret. Dhe bëhet ky babaxhan mbi kurizin ton. Edhe vetë djalli dhe shejtani ka frikë nga ty. Ti e morëm qafa të Shqipëri.